Nuk do bëhesh askush në jetë. Këto ishin fjalët që një mësues i matematikës i tha kur ishte i ri. Ai ishte ndryshe nga nxënësit e tjerë, nuk binte në kategorinë normale të një nxënësi të mirë ose të vëmendshëm. Megjithatë, edhe pse nuk mbaroi universitetin dhe nuk bëri ndonjë trajnim të veçantë, ai u bë një nga njerëzit që solli një revolucion në fushën e teknologjisë. Ndoshta e keni kapur për kë bëhet fjalë. Po, për Steve Jobs, themeluesi i Apple. Të vazhdoj më tutje. Gjithashtu i thanë se ai ishte shumë i ngadalt, se ishte i papërqendruar dhe nuk kishte të ardhmen në shkencë. A e dini për kë bëhet fjalë? Albert Einstein. Madje ai thuhet që dështoi ose nuk kaloi disa provime të para, por u bë një nga kokat e shkencës, fitoi çmimin Nobel në fizikë dhe është ai që solli teorinë e relativitetit. Vazhdojmë tutje me një tjetër. I thanë që nuk bën për televizion. Shiko, gjej diçka tjetër. A dini se për kë bëhet fjalë? Oprah Winfrey, një nga ikonat e medias amerikane. Të vazhdoj dhe me një të fundit, u refuzua 12 herë nga shtëpitë votuese. I thanë që shkrimet e tuaja nuk janë të forta për të tërhequr lexuesin dhe nuk shesin. Bëhet fjalë për J.K. Rowling, autoren e Harry Potter. Ndaj, herën tjetër që dikush të thotë diçka, vë në dyshim aftësitë apo talentin tënd, mbylli veshët dhe mos e dëgjo. Të them edhe një diçka të fundit. Të shthën që vjen nga majmuni, mos e dëgjo, sepse origjina jote është shumë më e lartë. Ti je një masterpiece, një dizajn unik, i krijuar në mënyrë unike nga krijuesi. Nuk ka patur asnjëherë një si ti dhe nuk do të ketë më kurrë në historinë njerëzore një person si ti, me dhuntitë e tua, me historinë tënde dhe me aftësitë e tua, me thirrjen tënde. Ndoshta ka patur shumë që kanë patur emrin njësoj, por vetëm ti, madje edhe nga prindrit e tu, pavarësisht se ke marrë genet e tyre dhe disa nga aftësitë apo dhuntitë e tyre, përsëri ti je një vepër unike. Ndalo për pak sot edhe mendo, ndoshta për një fjalë që të shtën dhe të ka dekurajuar, të ka prerë shpresën ose të ka bërë të ndërpresësh udhtimin. Mos e dëgjo, mbyll veshët edhe ndiq ëndrrën tënde. Shfrytëzo dhuntitë e tua dhe mos harro të je krijuar në mënyrë të mrekullueshme për një qëllim shumë të lartë. Zoti të bekoftë dhe dëgjohemi në videon tjetër.